Në një analizë vjetore të Ministrisë Brendshme ka qenë i deleguar kryeministri i atëhershëm Mehmet Shehu, dhe aty, domethënë, tha që jashtë shtetit flitet sikur, domethënë, është merita e Kim Philbit që kështu, domethënë që kanë dështuar, por ajo është merita e sigurimit të shtetit. E tha Mehmet Shehu mbledhje? Po, e ka thënë. Ti ishe në mbledhje apo ishte? Jo, ishin dy kolegët e mi dhe sa dolën nga mbledhja, unë isha jashtë, domethënë, thamu kështu deklaroj. Ju çfarë pozicioni kishit në atë kohë? Unë isha oficer në drejtorinë e Tiranës dhe ne nuk merrnim pjesë në përmbledhjet. I sigurimit? Po, nuk merrnim pjesë në përmbledhjet e ministrisë në kuptimin. Përveç se përkthyes ti ke një karrierë në organet e shërbimit sekret gjatë kohës së komunizmit, po edhe sidomos pas vitit 90 me shikun dhe shishin. Po. Po, dhe domethënë kur e tha Mehmeti këtë u diskutua? Aty nuk u diskutua, domethënë, po dhe jashtë dhe nuk e njihnin, nuk e dinte njëri Kim Philby. Ç'ishte ky? Sepse kanë shkruar njerëzit shumë edhe më vonë edhe kështu, por edhe ata që kanë marrë pjesë në operacionet, domethënë, nuk e dinin dhe se kanë marrë vesh fare se kush nga vinin ato, domethënë, që thoshte dhënat.